FIFA-s, qoftë për UEFA-s, qoftë që nuk monitorohet. Këtë lojtë janë të monitorume. Monitorimet janë ndryshme. Ka raste kur e qënë njerin personal aty ndeshje, ka raste kur i shkon komplet ndeshja dhe analizohet për strategëve që janë për këtë punë. Domethënë, nuk ju ik aty në kurrë se nuk e lejojnë ata të rastit. Kështu që nuk ka as në FIFA, as në UEFA nuk ka që nuk e monitorojnë një lojë, qoftë se marrin dyshime, edhe masane momenti që marrin dyshime. Është interesant që ata 3 lojë, 4 lojë rresht i çojnë njerëzit. Ajo 3 lojë, 4 ai sholla sosa ka konkret. Doin me vërtetu. Nëse ndeshjet luhen në përbaste, tani sipas asaj që janë lumë vinë dhe monitorojnë. Po nëse ka bë është punë vetëm punë kupe dhe kampionati siç folëm, ajo është punë tjetër. Nuk vjen me të monitoru askush. Askush nuk vjen me të monitoru. Jo, ka raste kur nuk e bën monitorimin, po loja shkon atje. Ata janë organet e posaçme ku i morën me problemi është se momenti që folet për një lojë. Si po folet tash. Automatikisht ata e kanë parasysh edhe çdo është problemi se dy lloja nuk ka nevojë duhet mi kuptuar edhe do gjana që shpesh janë ndonë. A ju kujtohet rilindja Erxhaj Ballkanin në kupë? Erxhaj rilindja Ballkanin. Po ndodhen trana këtu. Jo, po du me lidh. Ndodhen këtë Evropën këtu. Po është punë tjetër. Edhe Parma e mujti Milanin sot. Edhe Dritoni, që e keni dëgjuar me vëmendje shumë mirë tha Dritoni. Janë disa koncepte që lejohen mrena asaj lojës që bëhet mrena lojës. Po jo matematika. Lojë mrena lojës a? Po jo. Dritoni është ai din më mirë se na këto puna si matematika. Jo matematika, nuk tha Dritoni matematika. Një platformë që shkruhet ajo, domethënë sportradari përcjell. Ndeshjet merren komplet siç e tha ti, domethënë edhe analizohet loja çka ka ndodhur. S'është më rëndësi është çështje basteve apo e kupës apo gjithçka ty intereson integriteti i lojës. A është rujt integriteti i lojës ose s'është rujt? Kaq është për ta me rëndësi. Mirë, po për krejt këtë çka po folim, do shta veç me shtuar një sen. Është shumë e vërtetë që na është ta kalkulimi për neve i llapit po na duket më i çuditshëm që është orientuar ka kupa në këtë rast. Po folim konkret. Mirë, po rrezikun është të marr mbi veti, kostën e rrezikut e ka shumë lart mbijetesës. Edhe këtu është ajo që ka u diskutuar prej krejtve. Ka përjetuar një herë domethënë mbijetesën në momentet e fundit. Vjet, hiç më lart, domethënë e kishte situatën e tillë. Barazh me vështrojnë. Kalkulimin e njëjtë sigurisht riskun e kanë marrë ata në menaxhim të klubit, se a do të orientohen aty se mund të mbesin siç tha dhe Loriku pa dyat, edhe pa kupë edhe pa Super League. Mo kalkulimi shumë ndërprej. Çfarë kupton kalkulimi? Në aspektin e menaxhimit, veç pas menaxhimit të klubit, domethënë edhe interesave, ambicieve të caktuara. Është ardhur një moment i caktuar, ata dojnë me u fokusu në kupë, po supozojmë, sepse kanë vetëm 1-2 ndeshje për me kap finalen, edhe në kampionat shojnë se kanë 15 lojë, kanë një mundësi më të madhe, domethënë probabilitetit për me mbet në ligë ose me luftu deri në fund.